Grupi A i kategorisë së dytë po ofron emocione të forta dhe rivalitet të hapur në çdo cep të rënditjes. Bestidja e Lezhës mban kryesimin dhe duket një hap larg përpara ndjekësve, por Shiroka dhe Sopoti nuk dorëzohen duke permituar presion maksimal deri në fund të sezonit. Në derbin e luajtur në fushën sportive Reshit Rusi, Shiroka triumfoi 3-1 ndaj Basanjas, në një përballje të luftuar dhe me intensitet. Fitoria mban skuadrën shkodrane në garë të plot për objektivat mallore të sezonit. Allora, per quanto riguarda il risultato, për sa i përket rezultatit, dhe kur qenë 3 pikë në shtëpi, është kënaqësi, sepse merr pikë, rrit klasifikimin dhe je i kënaqur për pikë që merr. Për sa i përket ndeshjes, shpërtar kryes sepse kena bërë një hap mbrapa, por atë kena vënë në fushën e lojës. Rispetto a quello che avevo visto ultimamente. Ndërkohë betejë për zonën play-off mbetet po aq intriguese. Naftëtari Luzi, Torbuni dhe Veleçiku vijojnë të jenë në garë për vendin e 5, që siguron një mundësi shtesë për ngjitje. Në anën tjetër të tabelës, situata në play-out duket më e qetë, me Adriatikun e Durrësit që tashmë duket i pajtuar me fatin e tij.